Mua nuk më intereso politika. Po herët se mund të lemësha, atë marrë atë... O, so, shkemi e mirë. Mirë, ku në dhe? Të gjitha grumull, gjithi grumull se grumull i kanë morë për herë lekët për këto Sofë. Për këtë bes po. Edhe në qëse të këta duhen me shku kondra, pastaj se nuk është kështu, e të vinë këtu. Në që ashtu, në qasë ashtu, me që jem burel lënë. Zulishma, këtu kanë qenë varrezat, i kanë pa, edhe kanë ditë shumë mirë që kanë pa, edhe kocka kanë hukën pru, apo? S'ka përgjigje, ç'a përgjigjesh më shpejt atyre? Këtu i kanë pas. Po ti që ndërgjeq, po ti... Varreza. Ka varreza edhe këtu. Edhe aty ka pas varreza. Varrez tu. Kje. Tu, varrez. Hajde nxirë edhe pak nga marrë. Me ti me në varreza. Në toaletët varreza. Tu të varreza, apo jo? Kanë bo me në ti. A kanë bo? Po, sigurisht. Këtu si që shikoni edhe vetë, dhe më thëmë, si për varrezave të cilat janë varrezat vjetra të fshatit, nuk janë mirëmbajt fare, absolutisht fare, dhe më thënë, as nga komuniteti, po as bashkia e cila ka përgjegjësi për këto, po për te kësaj, dhe më thënë, kanë ndërtu edhe kanë mërmetu me kalimin e kohës vazhdimisht edhe tualetat si për atyre, duke hudh në përru më poshtë edhe kafka apo eshtra njerëzish nga këto varreza. Ku bazohesh ti se kanë hodhur kafka dhe eshtra njerëzish? Ku bazohem? Se këto po të vetesh edhe të kontrolloheshëm për pru dhe gjesh eshtra njerëzish. Ka dhe tani? Edhe tani po të vetesh edhe të kërkojsh mund gjesh. Pavarësisht se nga shirat edhe nga shirat e rrëmbyshme dhe më thënë edhe mund të ketë marrë për poshtë. Po edhe me ra tani dhe mund gjesh. E keni greki shqetësim ju si fshat? E kemi ngre, unë ka 2 vjet, 3 vjet që më tepër në mënyrë kështu humanizmi, edhe që të bëjmë një diçka për fshatin këto, në që tjetë sa më pastër, edhe më, dhe më thënë, të arrim të kemi një farë kulture, atë që duhet të kemi, atë minimale. Dhe më thënë që mos t'jenë këto skandale, këto dhe më thënë hapur fare të ekspozume. Vese të ekspozojmë një kulturë tjetër, të cilën kemi mundësi që ta ekspozojmë. Ti ke qëndruar më tepër jashtë vendit. A ndodh jashtë vendit njëta situatë si ndodhi këtu? E them me siguri që edhe në Ruan që unë nuk kam vajt, edhe aty nuk ekziston diçka e tillë. Edhe jo vetëm në Shqipëri. Çfarë thirrje bani instancave përkatëse për këtë problem? Bëjmë thirrje. Ne nuk po kërkojmë fajtor, se që është bërë deri ndje. Të paktën, të merren masat më njëhershme, që të bëhet një diçka tani tutje. Dhe më thonë, tualetet e shkollës duhet të jenë brenda territorit të shkollës edhe me kushte higjienike për fëmijët, të cilët mësojnë aty, edhe mos ndodhin më gjëra të tilla, se është turp. Se kemi di? Përparim mete.
Se ka me qëtë. Ashtë shqetësim, këtë ardhe që keni ardhur këtu, e shohim me sy shumë mirë që fshati jonë ka këtë shqetësim kaq të madh, që gjithmonë ujërat e zeza janë sipër varrezave. Legje i kanë shkull varrezat, edhe kanë bërë shkollën mbrenda në varreza. Inshallah, do të vejë dorë shteti, me qenë se jeni kujtua keni ardhe keni pa, na kemi nevojë të pa llogaritun për këtë arsye. Kanë zjerë reshtra pa mas kanë zjerë reshtra, që i kanë banjën sipër varrezave. Edhe gjithë ditën fëmijët e shkollës janë sipër varrezave. Kërkojmë që edhe shteti të vejë dorë që edhe varrezat të rrethohen, edhe banjat bëhet. E keni grejë këtë shqetësim në herë? E kemi shoh qysh në momentin kur është bërë shkolla, po nuk na e voni re asnjë. Ishte një fond me shumë mlekur shumë marramense, mirë po ato për të vjedh e banë shkollën në varreza, shkollën varrezat, banë edhe banjat sipër varrezave. Për sa i përket varrezave të qatë kena shumë probleme. Sa që ato qas aty ka rrugë, kalojnë njerëz, kalojnë kafshë, kalojnë si mund ta themi, hedhin mbeturina atje, janë banjat e shkollës aty që nuk lejohet fare, kurkon në një vend botës nuk mund të ndodhi kjo. Pastaj ne kërkojmë merren disa masa, çdo gjë të shkojnë në vendin e vet. Për sa i përket banjave të shkollës edhe mbeturinave. Fiksohen. Banjat e shkollës mira mos tjenë. Pushteti lokal, pushteti vendor të morrit ndaj mas, si ato të stabilizohen me një vend. Një minutë, kur janë bërë të themele, a janë nxjerrë eshtrat e varrezave? Kur janë bërë themelet aty, janë nxjerrë shumë estra, pavarësisht se ne i kena fut në një vend tjetër, por sito ato janë ngacmuar. Dhe është lëviz një herë si edhe mpro, janë hedh dhe mpro. Pastaj ne kërkojmë që mos shkojë më kjo lloj situate kështu. Merret një masa, stabilizohet një diçka, tani ka ardhur koha e ndërgjegjësimit, nuk ka ardhur koha më jo po unë, jo po ti. Pastaj këto partitë ne duhet t'i lajmë, jo kjo parti, jo parti. Se kush bëj punën e vet.